Alba Story prezanton Mirdita të gjithëve. Desha të tregoj diçka rreth vetes dhe rreth punës apo profesionit tim, por me saktësisht desha të ndaj me ju mënyrën se si më shpupurishi drejtori i shitores ku unë punoj. Jam një grua 44 vjeçare. Jam martuar para 20 vitesh dhe kemi bërë një dasëm të madhe që për atë kohë kishte shumë shpenzime. Dhe pas dasmës, në vend që të kishim para, burri i kishte shpenzuar të gjitha parat për dasëm. Dhe pas një muaji, modesh që të gjeja punë. Njëherë fillova punë si pastruese. Isha pastruesja e një ndërtese e pastaj, pas 5 vitesh, gjeta punë tek shitoria e lagjes. Aty akoma punoj që 15 vite. Në fillim, nisa punën në magazin. Pastaj, rëndisja produktet në përrafta dhe pas ca vitesh mësova të punoja si arkatare. Çdo gjë po shkonte shumë mirë, deri para një viti kur drejtori u nda nga gruaja e tij. Në anën tjetër, burrin tim e hoqën nga puna. Paga ime mujore nuk na dilte as për të paguar faturat. Dhe sikur mos të mjaftonte kjo, burri tashmë shpenzonte edhe lekët e mia. Ai ishte i pa punë dhe s'mund të qëndronte gjithë ditën në shtëpi dhe i duhej që të kalonte kohën disi. Dilte me shokët e tij, shkonte në palestër, luante futboll dhe të gjitha këto ishin shpenzime, sidomos karburanti i veturës e tij të vjetër, e cila shpenzonte shumë karburant. Në anën tjetër, drejtori kishte një familje të shkëlqyer. Gruaja e tij ishte një zonjë dhe më respektonte shumë. Ata ishin të pasur dhe ajo vishej me rroba shumë të shtrenjta. Edhe pse nuk kisha qenë kur tek ata, me kishin thënë që kishte një shtëpi shumë luksoze. Drejtori rrinte gjithë kohën në shitore, ndërsa gruaja e tij vinte me rrallë. Unë nga që punoja 6 ditë në javë në shitore, nuk mund të mos kisha ca dyshime për drejtorin i cili e mbante me hatër një kolegen time e cila ishte 30 vjeçe, edhe ajo e martuar. Por këto ishin vetëm dyshimet e mia, dhe mendoja që këto s'mund të kenë pëlqim për njëri tjetrin, me që drejtori ishte 50 vjeç, e ndërsa ajo ishte shumë e bukur. Por ja që me sa duket, dyshimet e mia kishin qenë të vërteta. Kisha ndëgjuar që ato kishin qenë në lidhje bashk, pasi që edhe unë, siç thash, dyshimet i kisha, sepse ajo, një muaj pasi që filloi punën, u bë përgjegjëse dhe vetëm rrinte si zonjë, ndërsa ne punonim normalisht si të tjerët. Edhe gruaja e drejtorit kishte pasur ca dyshime. Dhe kur gruaja e drejtorit e mori vesh, ata me mirë kuptim vendosën që të ndaheshin. Dhe neve nuk po na besohej e gjithë ajo gjë që ndodhi
shumë shpejt. Në të njëjtën kohë, edhe burri I kolegës kishte ndëgjuar ca thashë theme, por ai nuk e dinte plotësisht ngjarjen. Nuk e dinte si kishte qenë puna, por thjesht dëgjuam që ajo kolegja 30 vjeçare e la punën. Dhe drejtori tashmë nuk kishte as gruan e edhe kjo punëtorja e la punën. Një javë pasi që ndodhen të gjitha këto, një ditë më thot drejtori: "Ja ku I ke çelsat, shko me autobus në shtëpinë time dhe pastroje shtëpinë, sepse që kur u ndava me gruan nuk ka pastruar askush në atë shtëpi." Unë njësoj e kisha, si të punoja në shitore e si të pastroja shtëpinë e drejtorit. Me rëndësi ishte që të plotësoja orarin e punës. Kur shkova në shtëpi, pash që ajo ishte me të vërtet një shtëpi luksoze, por drejtori, me sa duket, nuk ishte mësuar pa gruan e me punët e shtëpisë, dhe kishte shumë enë të palara. Kishte rrobat e palara kudo në shtëpi. Dyshemeja ishte e pluhurosur, dhe mezi arrita që ta rregulloja e ta pastroja rrëmujën që ishte bërë në atë shtëpi luksoze. Këtë gjë e bëja vazhdimisht një herë në javë. Shkoja gjithmonë të pastroja shtëpinë. Nga që e ndihmoja drejtorin dhe I bëra nder, drejtori tashmë më bëri mua përgjegjëse të shitores dhe nuk lodhesha shumë. Ditën e radhës që shkova të pastroja shtëpinë, drejtori më thërret në telefon dhe më thot: "Nëse ke mundësi, bëje edhe drekën gati." "Gatuaje ndonjë gjellë të mirë," thot ai. Unë fillova të gatuaja dhe pas pak çastesh erdhi edhe drejtori. Kur hyri në derë tha: "Ka kohë që se kam dëgjuar erën e gatimit në këtë shtëpi. E si është të jesh pa grua?" E pyeta unë drejtorin duke qeshur. "Provoje," tha, "rri pa burr për ca muaj si unë, dhe do e shohësh, e s'ke nevoj të me pyesesh," dhe qeshi. "Po të ndahem nga burri," I thash unë, "nuk kam nga të shkoj." "S'ka gjë," tha, "se e gjen edhe ti një vend diku." Dhe gjella u bë gati, dhe gjërsa po ftohej gjella, drejtori duke qeshur më tha: "Gjella duket e mirë." Nuk e provova, por po e ndjej nga aroma që pas ke bërë një gjellë të shkëlqyer. Ama dyshemen nuk e pas ke pastruar mirë. "Përse," I thash, "unë jam munduar të pastroj me së miri." "Jo," tha, "aq mirë sa duhet, por s'ka rëndësi, se të ndihmoj edhe unë dhe e pastrojmë bashk." S'mund t'i thoja jo, sepse ishte drejtori dhe kisha frikë se me hiqte nga puna. Prandaj pranova që të pastroja edhe një herë. Filloi drejtori të punonte. Një herë pastruam divanin, e pastaj në kuzhinë, e pastaj edhe në dysheme, pastaj prap në divan. Drejtori, t'ju them të drejtën, pastronte shumë mirë. Kishte muaj që s'punonte fare dhe nuk lodhej. Pastaj më tha, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.